Ne kemi arritur marrëveshjen e bashkëpunimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, të cilët janë rreth 20%, dhe kur I bëjmë bashkë përqindjet ne jemi mbi 50%. Po ashtu Fredi Idrizi ka këtë diferencë sepse ai ka bërë marrëveshje që në rundin e parë, por ai nuk ka garu vetëm. Ai në rundin e parë ka votat për kryetar nga lista srpska. Keni parë në një mision të kaluar që kemi prezantuar me tabele, po ashtu ka marrë votat e Aleancës për Armiqin e Kosovës në garën për kryetar, sepse ata kanë hekur dorë nga kandidati I tyre. Ata kanë 1200 vota për listën për kuvendin komunal, ndërkohë që I kanë vetëm 280 vota për kandidatin e tyre për kryetar. 290 vota saksisht. 290 vota saksisht. Po, pra po thoni kanë orientuar votën e kandidatit të zoti Idrizi. Prandaj Fredi Idrizi në rundën e dytë nuk do të mund t'i marrë as votat e rundit, por ndërkohë që ne bashkë me koalicionin tonë të fitues, me partnerët tonë të koalicionit Lidhjen Demokratike, do dalim fitues, sepse sa herë që ne jemi bërë bashkë, në Vushtrë kemi ndru pushtetin, kështu ka qenë në vitin 2017, kur ne bashkë me Lidhjen Demokratike e kemi sjellë në pushtetëri e do ta bëjmë bashkë me qytetarët dhe bashkë me partnerët tonë të koalicionit. Mirë, ndryshimin edhe në këtë rast. Votat e AK-s dhe listës serbe në përgjithësi nëse I marrim ato nuk kalojnë më shumë se 1500. Më shumti. Jo, janë më shumë se 1500. Sepse 1200 vota vërtetësisht për kuvendin komunal janë të Aleancës dhe janë dikon ofër 900 vota të listës srpska për kuvendin komunal. Megjithatë diferenca ka qenë shumë më e madhe se kaq, realisht në randin e parë. Po janë edhe një pjesë gjysmë e votave të nismës, sepse edhe nisma ka pasur 1500 vota, ofër 1600 vota për kandidatët për kuvendin komunal, ndërkohë që I kanë gjysmën e tyre për kandidatën e tyre për kryetare. Pra, ky ka qenë edhe në bashkëqeverisje me këto 3 subjekte gjatë 4 viteve të shkuara, pra me listën srpska, me AK-n dhe me Aleancën, prandaj ka shfrytzu lidhjet dhe bashkëpunimin e tyre në qeverisje që kanë pas, me I marrë votat e tyre dhe në rundin e parë. Po kjo është krejt që ka kanë mundësi dhe fuqi, që besoj që kanë vështirë ta realizojnë prapë në rundin e dytë, ndërkohë që ne bashkë me Lidhjen Demokratike jemi mbi 50%. Përfaqësojmë shumicën e qytetarëve që kanë vendosur, kanë votu për me ndryshu qeverisjen e Fredi Idrizit. Mirë, edhe te kjo çështje te LDK-ja e kemi parë së fundmi dega e LDK-s, kryetari I degës fakt ju kanë mbështetur, tash po e shohim edhe në fushat me ju, por në anën tjetër kemi parë disa anëtarë të kryesisë atje që po bëjnë praktikisht kundër fushat ndaj jush. LDK nuk duket që është e unifikuar. Ne kemi marrëveshje me degën e LDK-s në Vushtrë, të cilën e përfaqëson është kryetari I komunës zoti Gjafer Tahiri, I cili bashkë me asamblesën e fitues dhe kryesin e degës ka një unitet të marrëveshjes tonë politike të cilës I qëndrojmë mbrapa me besnikëri. Mbrëm keni pasur edhe tubimin e madh hapës elektoral për ballotazh në Vushtrë, ku kemi qenë bashkë aty me Gjafer Tahirin, me asamblesët e LDK-s, me strukturat dhe doajenët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dega në Vushtrë. Ne jemi të bindur që bashkë do të fitojmë. Do të funksionojë si 2017 po thoni? Patjetër që po. Patjetër që po. Vushtrëja ka nevojë për ndryshim, botuesi I Lidhjes Demokratike shumë më mirë bashkëpunon me ne se sa me të tjerët.